Kolltuku i guvernatorit. Një ditë, Behluli ishte vetëm në dhomën e guvernatorit në Kufe. Ai ul në kolltukun e tij dhe filloi ta imitoi atë në veprimet e tij. Kur rojet e pan, filluan të qeshtin e të talleshin me të. Më pas, rojet menduan se po të vijë guvernatori dhe do ta gjejë Behlulin ulur në karrigen e tij, atëherë të qeshurën do t'ia kthejnë në të qartë. Për këtë, ata shpejtuan te Behluli dhe i thanë që të zbriste nga karrigja, por ai nuk pranoi. Pasi e këshilluan disa herë, ata e rrahën derisa e zbritën atë nga kolltuku i Valiut. Pas këtij veprimi, Behluli shkoi në një qoshe të pallatit dhe filloi të qajë. Në ato momente, guvernatori hyri dhe pa që situata në pallat nuk ishte e zakonshme. Ai e pyeti kryetarin e rojeve çfarë ka ndodhur. Kryetari i rojeve, pasi u përul në shenjë madhështie për Valiun, i tha: "O padroni im, Behluli u ul në kolltukun e udhëheqjes. Kur e këshilluam që të zbres, ai nuk pranoi. Pastaj u detyruam ta rrahim atë." Guvernatori shkoi te Behluli dhe e gjeti duke qarë dhe i tha: "Bëj durim, sepse ai që vepron kundër ligjit do të ndëshkohet." Behluli i tha: "O guvernator, unë nuk qaj për veten time." Guvernatori u habit dhe i tha: "Atëherë, cili është shkaku që po qan?" Behluli i tha: "Unë ula në kolltukun tënd vetëm disa minuta dhe mora dënimin që ti e sheh. Si do të jetë gjendja jote ndërkohë që ke vite që ulesh në atë kolltuk? Dënimin që do të bjerë mbi ty e di vetëm Allahu."